Është pasi që pam se pendimi fal shumë mëkate. Mirë po Allah subhanahu wa taala me pendim e fal edhe shirkun? Allahu xhaleshanu në dy ajete kuranore me tekstualisht ka thonë se Zoti nuk e fal shirkun, por i fal të gjitha mëkatet e tjera atij që don. Shirku nën kupton ti shoqërosh Allahu xhaleshanu diçka në adhurim, pra në ato gjëra që i takojnë vetëm Allahut dhe janë prej të drejtave të tij. Po ashtu edhe kufri nën kupton të mohuarit e Zotit xhaleshanuhu dhe mosdhënia e hakut të Allahut. Prandaj në këto pika Allahu xhaleshanuhu nuk e fal shirkun as kufrin, edhe nëse njëri pendohet, si thot përveç pendimit, ta sqaroj më mirë që mos a keq kupton dëgjuesi apo shikuesi, përveç që duhet me thonë unë jam penduar nga kufri ose nga shirku, ai duhet edhe me ra shahadet, mu bë musliman. Mëkatet tjera, të gjitha Allahu i fal. Nëse pendohet robi, pra normal se janë në mëshirën e Allahut. Nëse don Allahu i fal, nëse don nuk ja fal dikujt. Kjo është e drejtë e Zotit. Por pengesën e parë kanë kalu, janë musliman, e kanë kalu pengesën e parë. Ndërsa ai i cili nuk është besimtar, edhe nëse don mu pendu nga kufri, por s'është pendu, apo s'ka ra shahadet, atij nuk i pranohet pendimin nga kufri se akoma s'është bë musliman. Pra, për tu fal mëkati i kufrit edhe i shirkut nuk kërkohet pendim, por kërkohet hyrje në Islam. Hyrje në Islam. Ndërsa mëkatet tjera që i ka bën para se me hyrje në Islam, padyshim se me hyrjen në Islam i falen atij mëkatet, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur disa sahab apo kur bën të davën përgjithësi, por edhe në një rast ku një sahabi vjen dhe thotë ja Rasulullah, duhet ta pranoj Islamin, zgjatë dorën të jap besatimin për Islam. Pasi zgjat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky ndalet i thot me një kusht që Allahu xhaleshanu të mi fal mëkatet e kaluara. I thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islami a nuk është tjetër vetë se falje mëkateve? Hyrja në Islam a nuk është tjetër vetë se falje mëkateve? Pra gjithsesi njeriu që hyn në Islam, gabimet që i ka bën të kaluarën, inshallah taala do t'i falen, edhe ai fillon një jetë tre, një faqe tretë jetës së çel duke ju shënu veprat si të mira, si të këqija, prej asoj ditë që ka pranu Islamin. Pra, Zoti kufrin e fal me një kusht, ose shirkun, me hyrjen në Islam, me shahadet. Kurse mëkatet tjera i fal me pendim, duke kërku falje nga Allahu, duke u largu nga gjunahet e tjera të tjerë. Prandaj themi edhe këshillojmë të gjithë që të nxisin veten e tyre, po edhe të nxisin shokët dhe shoqet e veta që fillimisht largohen nga kufri, pastaj edhe të pendohen për mëkatet të cilat i kanë bën. Thash, ai i cili bën shahadet, i falet kufri dhe shirku, edhe i falen gjitha mëkatet e kaluara. Kurse ai i cili është musliman, por vazhdon të bëjë mëkate, ai duhet të pendohet te Allahu xhaleshanuhu, sepse kështu Zoti do t'ia falë gjunahet prej asoj dite që është penduar.